Të kthehena pak në retrospektiv. Okej. Gjatë luftës së gjatë, po marr shembull PS kur ka qenë në Shkodër atje. Edhe ka pas fatin dikush aty tash edhe mësimdhas në shkollën e mesme në gjimnazin e Shkodrës. Dhe të mirë i thot ka qenë kur e shisha dashkë me policimin, mbirujt mit në renda. Dhe për ne ishte ka pak afër kjo s'kishte ndodhur në Kosovë kur asnjëherë. Edhe pse kemi qenë sisteme totalitare të tjerë, mësimat të tjerë. Tash vjen koha dhe ti instalojmë na sigurimet nëpër shkolla, është pak e tepër për ne. Disa shkolla kanë sigurim, disa se kanë. Dhe për të çështjen e sigurimit e kanë nisu prindë, dhe është në vullnetin e prindëve të shkollës. Se prindë nuk janë dakord atë edhe nuk bëhet. Me sistemin e drejtorëve të shkollës nuk mund të realizohet, sepse ajo mund të shkojë vetëm ka në prindërve jo, dhe sepse nuk është kërkesë e dekas, jo, që shkollat kenë sigurim. Kemi këtë shkolla po marrim së pashën lart atje, nuk ka sigurim shkolla dhe funksionon shumë mirë. Ka edhe këtë shkolla tjera funksionojnë. Për shkak se po e ndrojmë mendsinë e mësimdhënësit, rolin e mësimdhënësit. Ai nuk është roli i tij, nuk është vetëm me dhënë mësim, po ai është pedagog, është psikolog, mirë po është edhe roja dhe sigurimi i atij nxënësit sa është brenda safit të shkollës. Na dojmë më zhvesh, kjo është përgjithësi jemi, kjo është jo, atë për të marrim, kështu të gashëm dhe shkojmë në klasë në bajmë mësimin dhe pa të thëjmë të shtëpia jo. Është një rol dhe në rolin mësimdhënësit, puna mësimdhënësit është mision, nuk është profesion.